Për të mësuar më shumë në lidhje me situatën më të fundit në Lezhë, do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt me gazetarin ton atje, Elvis Sila. Elvis, përshëndetje, si paraqitet situata në Lezhë, cilat janë problematikat? Ju përshëndes, nga Lezhë, në fakt rreshtet e derdhura të shiut që kanë nisur që prej mesnatës së kaluar kanë krijuar probleme në disa zona të qarkut të Lezhës, ku problematikat më të mëdha se ndjekëm edhe nëpërmjet kronikës së përparme ishin dhe janë në bashkinë e Kurbinit. Vëshimi i ujrave malor si përrenive, por edhe i lumit Droja ka sjellë përmbytje të disa banesave, por edhe bizneseve, kryesisht në fshatin Zhej, por edhe në Milot të bashkisë Kurbinit. Niveli i ujit arriti deri në 1 metër, kryesisht në bizneset të cilët janë në anë të rrugës kryesore nacionale që lidhin Laçin me Mamorasin, por me ndërprerje ose me saktë me rënien e intensitetit të rreshjeve, situata paraqitet disi më e përmirësuar, por duke lënë pas dëme të konsiderueshme si në pronën e qytetarëve, ashtu edhe në infrastrukturën rrugore. Kemi bllokim të disa akseve, konkretisht rruga që lidh Vinjollin me zonën tjetër të poshtme të bashkisë së Kurbinit, pra të malësisë Kurbinit, është bllokuar për shkak të prurjeve të shumta që kanë sjellë dëmtim të aksit rrugor që lidh disa fshatra në këtë zonë, përfshirë edhe Gallatën, por edhe Skurajt, po ashtu një problematikë mjaft e madhe është edhe në fshatin Shpërdet, ku 80 familje kanë mbetur të izoluara për shkak të shembjes së rrugës nga vështrimi i lumit të Drojës, që prej mëngjesit të ditës së sotme prurjet kanë qenë të mëdha, duke sjellë pra shembjen të rrugës në një gjatësi prej 100 metrash, dhe tashmë banorët rreth 80 familje nuk kanë më asnjë komunikim pikërisht në zonën tjetër, konkretisht me Mamorasin. Situata mbetet mjaft e vështirë pikërisht në këto dy zona, ndërkohë që Bashkia e Kurbinit ka angazhuar punëtor edhe mjetët që të ndodhen në terren dhe po ndërhyhet në pikat më problematike me qëllim për të bërë sa më parë evadimin e ujrave, po ashtu po punohet edhe për pastrimin e inerteve nga akset rrugore, të cilat pra janë shqetësim, prania e inerteve të cilat kanë sjellë vështrimi i ujrave malor, konkretisht në aksin e vjetër që lidh Mamorasin me zonën e Laçit, por edhe në disa rrugë të tjera ku ka probleme të kësaj natyre. Gjithsesi, situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e emergjencave civile. Në bashkinë e Kurbinit është përqendruar vendmendja më e madhe, por edhe në bashkinë e Lezhës kemi patur disa problematika, siç është pra prezenca e ujit në bllokun e banimit 11 janari dhe 11.2 hektar të lagjës Besida, të cilat në orët e mëngjesit krijuan vështirësi në lëvizje, po ashtu edhe kanali i ujrave të larta në zonën e Zadrimës doli nga shtrati në fshatin Kallmet, duke sjellë përmbytjen e disa hektarëve tokë bujqësore. Situata pra paraqitet disi më qetë, por në këtë moment që ne flasim sërish kanë rinisur rreshtet me intensitet të lartë në gjithë territorin e qarkut të Lezhës dhe kërkohet pra vigjilencë maksimale nga ana e strukturave, por edhe banorëve që kërkohet që të bëjnë kujdes përballë kuteve atmosferike, të cilat nuk do të jenë as pak të favorshme as në orat apo edhe në ditët në vim, ndërkohë që ka probleme edhe me furnizimin me energji elektrike, kryesisht në zonat rurale, nga prezenca e rreshjeve të shiut, të cilat janë shoqëruar me shkarkesa elektrike, janë dëmtuar pra disa linja, pavarësisht angazhimit të punonjësve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, nuk është bërë mundur ende rikthimi i energjisë në të gjithë territorin, madje probleme ka patur edhe në një pjesë të qytetit të Lezhës kaq të katrave. Ndërsa në bashkinë e Mirditës problematikë zonën e Rrshenit, pranë lumit Xmeja, pranë periferisë të qytetit, ka prurje të shumta dhe në disa pika rrezikon të dalë nga shtrati, ndaj dhe aty situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm. Këto janë të rejat më të fundit që vijnë nga qarku i Lezhës dhe i përket kushteve atmosferike, linja në studio. Visi, të përshëndes, ishim në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin ton nga Lezhë, Elvis Sila.